Aktoria dhe njëkohësisht ish banore e Big Brother VIP, Ariola Demiri ka folur për Big Brother, për të mirat dhe të këqijat që ka ky format, teksa ishte e ftuar në një studio televizive, tregoi disa raste ku ka ndikuar për të mirën, në anën tjetër ka folur edhe për disa që kanë humbur shumë. Nuk ka skenare si që flitet nga jashtë apo supozohet që thonë të thërasin në dhomë të rëfimit dhe të mësojnë si të sillesh, si të flasësh. Ne përgatitemi për futjen brenda në Big Brother, por për pasojat jashtë nuk mund të përgatitesh. Ti ke fitues të Big Brotherit që është fakt, që parat pasi kanë dalë nga Big Brother, po flas për një Big Brother të thjesht, që nuk dua t'i jap emra, i kanë përdorur për psikolog, për terapi, që të marrin veten, dhe nuk del dot nga Big Brotheri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.